Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në fillim të podcastit në Mejlis në Ramazan. Sonte do të flasim për betejën e çlirimit të Mekës. Për të biseduar për këtë temë, mysafir e kemi hoxhën e nderuar, Dr. Asim Haxha, i cili na vjen nga Ferizaj, të cilit shprehim mirëseardhje në podcastin tonë. Mirësojgjem, përshëndetje për ju dhe të gjithë ata që na përcjellin gjatë këtyre minutave në vim. Hoxhë i nderuar, kjo nuk është rasti i fundit që t'jeni mysafir tek ne, inshallah edhe nuk është edhe rasti i fundit, e thash rasti i fundit, edhe rasti i parë. Nuk është rasti i parë, por edhe shpresojmë të mos jetë edhe i fundit. Inshallah. I pari s'është gjithsesi, po inshallah dhe i fundit mos jetë. Hoxhë, teja për cilën do të flasim sonte është çlirimi i Mekës. Ne dimi se në muajin Ramazan ka ndodhur çlirimi i Mekës, edhe rikthimi triumfal i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij në qytetin e Mekës. Ndoshta është një pyetje e cila nuk kuptohet. Pse kishte nevojë të çlirohej Mekëja? Cilat ishin rrethanat të cilat e bënin të patjetërsueshme që Mekëja të kthehet në sundimin islam apo në sundimin e besimtarëve. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht termi çlirimi i Mekës ose disa historianë përmendin betejë e çlirimit të Mekës. A është betejë s'është, ajo është diskutabile mes historianëve, po nuk po na intereson neve shumë. Kjo sapo na intereson se pse kishte nevojë çlirim, mu çliru Mekë. Ose pse ne i themi çlirim, nuk i themi pushtim. Fillimisht kishte më tepër se një arsye që pejgamberi alayhi salatu wasalam me e rikthy kiblën e krejt muslimanëve në dorë të muslimanëve. Shtëpinë e parë. Mirë, po këtu kemi arsye strategjike, politike, mund të themi, arsye fetare, arsye sociale gjithashtu, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i lindun, i rritun, bab e babgjysh në Mekë. Edhe ishte larguar nga Mekja padrejtisht. Që do thotë se kalon pasuri, kalon shtëpi, kalon familje, kalon gjithçka në Mekë, që është nxjerr prej Mekës padrejtisht. Pastaj kishte edhe arsye, domthonë strategjike që përmendet politike, ajo është se paraprakisht pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe dhujtarët e Mekës e kishin një marrëveshje. Që kjo marrëveshje ka zgjatur diku 16 muaj parafërsisht, marrëveshja Hudejbijës që njihet, e që pika e marrëveshjes ka qenë që të gjithë ata që i bashkohen në aleancë kurejshitëve nuk duhet të ngacmohen o të luftohen muslimanët kundër tyre. Mirë, po ata që hyjnë në aleancë me muslimanët nuk duhet të luftohen nga kurejshitët, po dhe aleatët e kurejshitëve. Edhe kjo ishte pikë e qartë, edhe 16 muaj vazhdu kështu. Derisa aleatët e kurejshitëve pastaj e sulmojnë një fesë që është aleati i pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe jo vetëm kaq, mirë, po i ndihmojnë edhe kurejshitët. I ndihmojnë edhe me armatim, edhe me strategji, edhe me logjistik, bile disa prej kurejshitëve marrin pjesë edhe fizikisht në këtë betejë. Edhe kjo i jep fond një marrëveshje të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e pat nënshkruar, edhe pse disa nenet kësaj marrëveshje nuk ishte dakord me nënshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ishin të vështira, mirë, po nuk ishte në pozitën që ai me vendos kushte, vendoste tjetër kush. Mirë, po dul një hajër i madh prej kësaj, e kështu që domthon këta e thyn marrëveshjen. Pastaj gjithashtu edhe arsye fetare është se shtëpia e parë detuar për të adhuruar Allahun, për ta njësuar Allahun e lartësuar, ishte e mbushur me idhujtari, edhe me idhuj. Pastaj ishte kibla e muslimanëve për nga falej, mirë, po jo vetëm kaq, po vetë me kasit kishin nevojë mu shlirun nga zullumi dhe padrejtësia e idhujtarëve, domethënë Paris të idhujtarëve të kurejshitëve, për arsye se këto më smiri e tregon sa qëndron pejgamberi alayhi salatu wasalam 17 ditë ose 19 ditë në Mekë, krejt banorët e Mekës pothuajse bën musliman. Don ka pas nevojë dikush me ja hap rrugën për këtë. Madje edhe krerët e kurejshitëve, sikurse Abu Sufjani, Safwan ibn Umayya që do t'i përmendim gjatë diskutimit, edhe këta bën musliman. Don ka pas nevojë me çliru dikush prej zullumit vetvetes, po edhe prej zullumit që paria ja ka bën. Këtu janë arsye të cilat ka pas nevojë që dikush me ardhë në Mekë edhe me ja kthy Mekës reputacionin edhe fetar, edhe ekonomik, edhe historik, edhe të drejtësisë. Të bëhet që epicendra e rezatimit të drejtësisë e besimit. Pikërisht domethënë prej saj të dalin shkëndijat e drejtësisë,
e njerëzisë, e dijes, e barazisë e kështu me radhë. Kur ndodhi ky çlirim dhe cili ishte plani i të dërguarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ndodhi diçka që ndërhyri në Po, atë strategjinë që e kishte hartuar i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. fillimisht ata që kanë lexuar për betejat që i ka zhvilluar pejgamberi alayhi salatu wasalam, qoftë betejën në Medinë që i ka pritur ushtrit, qoftë betejat të cilat ky i ka paraprir ushtrive që ja kanë mësuar Medinës, e shohim që këtu të gjitha i ka bërë me një plan shumë preciz, shumë të saktë dhe nuk ju kanë përmbajt planet pejgamberit alayhi salatu wasalam vetëm se kanë dalë fitimtar. Saqë vetëm në rast kur nuk i përmbahen planet pejgamberit alayhi salatu wasalam, betejën e Uhudit e humbin betejën. Edhe shkaku kryesor është se nuk i përmbahen planet pejgamberit alayhi fitimtar, pasi kanë domethënë fillim kur i përmbahen planit edhe strategjisë pejgamberit alayhi salatu wasalam e fitojnë betejën, pastaj e humbin. Kështu që edhe në çlirimin e Mekës, pejgamberi alayhi salatu wasalam e harton një plan të hatashëm, të cilin do ta shpjegojmë për në pika të shkurta, sepse secila pikë ka nevojë mos zgjeru më shumë. Ky çlirim ka ndodhur në vitin e 8 Hijretit. Në vitin e 6 është bë marrëveshja Hudejbis. Pastaj 16 muaj ose një vjet e gjysmë, mas saj marrëveshje, me që thejet marrëveshja, pejgamberi alayhi salatu wasallam vendos me mësy Mekës me ushtri në pikërisht në Ramazanin e vitit 8 Hijretit, e që më saktësisht me 20 Ramazan hin në Mekë. Është ngjarje interesante saqë lidhen edhe ngjarje tjera me to, po kryesorja pejgamberi alayhi salatu wasallam e shihte ëndër Mekën se ka me hynë në Mekë, ka me bë tavaf, ka me fol te Qabja, edhe i tha shokët vet, shpesh i thashtë se jam tu pa ëndër edhe Allahu ka me më mësu, mua edhe juve me shku me bë tavaf edhe me bë umrën në Mekë. Mirë. Nisën për umrën, që pastaj i pengojnë marrëveshjen e Hudejbis, edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, në një farë mënyrë sikur mërziten, s'po tham demoralizohen, po mërziten, sepse ishin përgatitur me shku në umre, i kishte premtuar Allahu përmes ëndrave, e tash Allahu zbret ajet kuranor. Edhe thot keni me hyrë në Mekë. Keni me hyrë në Mekë të sigurt, keni me i shkurtu flokët, keni me i rru kush don, domethënë që janë këto ritualet e umrës, edhe keni me hyrë të sigurt që s'kam ju rreziku kërkosh, as kam ju kërcënu kërkosh, as kam ju pengu kërkosh. Në fund ajetin e përfundon edhe Allahu do t'ju sjell një çlirim fethan qariba, do të thonë çlirim të afërt. E që është për qëllim çlirimi Mekës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e mbante fsheht planin komplet. Thuhet që as me Abu Bekrin nuk i ka diskutuar detajet. Do të thonë që me Abu Bekrin s'kam shef kurrë. Mirë, po këtu, domethënë, faqet ndërprej hoç. Shpesh herë kena dëgjuar se nëse don ta realizosh të arrish ndonjë begati apo diçka të përfitosh, këshillohet me fshehjen e asaj gjëje. Gjithsesi. Mirë, po, këtu është edhe një sekret tjetër që unë kam mujt me lexu prej shpjegimeve historike, është se pejgamberi alayhi salatu wasallam po do me hyrë në Mekë, me mri me kasit pa përgatitur për luftë që mos më ndodh lufta. Kështu po do me. Sepse nëse e marrin vesh me kasit kanë u përgatit. Tash si të përgatiten ndodh lufta. Për mizon kën befasi edhe mizon pa përgatit, mënyrë që ata më udhërzu, ky me hyn, edhe pastaj më ndodha ja falja e madhe që do ta përmendim në vazhdim të emisionit. Edhe domthonë se ka diskutuar as me Abu Bekrin, po thjesht ju ka caktuar detyra njerëzve. Edhe para se mu nis për Mekë, është interesant, e nis një grup prej 8 ose 10 personave në drejtim të kundërt të Mekës. Domthonë si ekspeditë sapi. Puna që kush ta shikon këtë lëvizje ka me kuptu se pejgamberi alayhi salatu po dash ka më unis ka te buku dykon. Domthonë ona e kundërt e Mekës. Kaveriu i Medinës, ndërsa Qabja njog është me Medinën. Që komplet me shpërqendru vëmendjen e dikujt, me defokusu vëmendjen e atyre që mujnë me mendu se mos po javë mësyn Mekës. Pastaj ky grupi i bashkuar pejgamberit alayhi salatu në rrugë mas disa ditëve, mirë, po më rëndësi është që pejgamberi alayhi salatu wasalam po jep me kuptu fiseve për rreth Medinës që domethënë nuk e ka synim Mekën. Pastaj e mbon të fshehtë, edhe kur e zbulon planin, ja zbulon disa shokëve të ngushtë të tij, thot askush mos ta nxjerr këtë lajm, la mon sheft. Mirë, po dikush prej shokëve të vet ndoshta nga ajo arsyeja e tij ka qenë që me mbrojt familjen e vet në Mekë, se ka pas familjen në Mekë,
e shkruan një letër edhe ja vçën përmes një gruaje Kurejshetëve që jemi nis për ai pjesë e ushtrisë ai. Jemi nis për Mekë me e çliru, domthon me ardh Mekë. Edhe pejgamberit alayhis salam i vjen shpallje për arsye se plani i pejgamberit alayhis salam ka qenë i dirigjuar me shpallje. Edhe tash i vjen shpallja që do me mrin lajmin në Mekë. E dërgon pejgamberi alayhis salam Aliun, Zubairin edhe dikën tjetër, edhe arrin këtë grua. Kjo gruaja thuhet që ka qenë shërptore ose robresh e Abdul Muttalibit dikon ose mixhallarët e pejgamberit alayhis salam. Detyrojnë me tregu ku e ka letrën dhe nxjerr letrën prej gërshetave dhe shkruan Hatib ibn Abi Belta, ky sahabiu i shkruan Kurejshetëve që jemi nis për Mekë. Që ka ushtri, domthon 10.000 ushtar jemi. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam, çka të shtyni? Çka të shtyni me vogta? Hatib ibn Belta thotoi dërgumi Allahut, jo që po dyshojnë Islamin, edhe jo që i dua ta më shumë vallahi, kors u ka shku në Armenka. Mirë, po krejt që ta shoh që i hiti këto muhaxhert, secili e ka dikant të familjes që janë vrarë familje dhe pasurinë aty. Unë s'kam kërkonin. Edhe llogarita na kena me hin Mekë se kena me hin. S'ka kush që na nal. Mirë, po thjesht ta kam këto si pretekst ose si alibi që me kasit mos ma dëmtojnë pasurinë edhe të mos ma dëmtojnë familjen. Edhe pejgamberi alayhis salam si arsye e justifikon. Do të thonë nuk e ngushton më tepër, o merri dihet reagimi i tij që ka qenë thot ta heku qafë këtë tradhtor, sepse ka bërë tradhti kombëtare. Ka zbulu planin e fshet shtetit. Mirë, po pejgamberi alayhis salam i thotë jo Omer, domthon s'ja miraton vlerësimin Omer që ka, ose s'është tradhti kjo, po thjesht ky e ka bërë me atë arsyeën e vet, që ato që i përmendëm, edhe thotë se ky ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Hatib ibn Abi Belta, edhe Allahu banorëve ato luftarëve të Bedrit ju ka thonë bani çka doni, mos Allah ja ka fol gjunat. Sepse dohon deri në çat shkollë kanë mrinsa që nuk pritet me ndodh diçka e keqe prej tyre. Edhe kjo domosdoshmë është plani i pejgamberit alayhis salam që mos me e kuptu me kasi derisa të afrohen Mekës. Derisa të afrohen Mekës në mënyrë që domosdoshmë si duket qëllimi kryesor është që Mekasit mos mu përgatit për luftë. Edhe mos mu der gjak në Mekë, po me hyn pejgamberi alayhis salam me një ushtri të madhe që nuk ka mundësi me i rezistu. Mekasit sado që mund me grumbullu ushtar, edhe mu udhërzu ata në mënyrë paqësore me hyn në Mekë, me shpall Mekën vend të Islamit, edhe pastaj kush do me hyn Islam letin. Edhe kështu ja arrin deri pak para se me hyn në Mekë, kur dele Abu Sufjani, pastaj është tregimi e Abu Sufjanit, e takon ushtrinë e pejgamberit alayhis salam dhe kupton që në Mekën kanë me hy muslimanët edhe s'ka kushtin. Numri i ushtarëve thave ka qenë 10.000. Edhe a ka ndonjë ndodhi gjatë rrugës që është e veçantë që e vlen që të përmendet? Gjithsesi ka ndodhi, po unë e kisha veçu ndodhinë e Abu Sufjanit edhe ndomin e ushtrisë që ka bërë pejgamberi alayhis salam para se me hyn në Mekë. Abu Sufjani kur të thejnë marrëveshjen e Hudaybis, Abu Sufjani tenton me shku dhe me rikthy në Medinë, po se pranon pejgamberi alayhis salam. As nuk e pranon kërkush prej shokëve të tij, as nuk. Te vajza e tij që është. Edhe te vajza shkon edhe vajza domethënë ja bën një farë pritje të ftoftë, edhe e kupton që s'ka domethënë marrëveshje mos ka. Edhe tash çai që është më i fortë, ai i vendos rregullat që tash. Jo e prishet marrëveshjen. Edhe tash kur e kupton që ju ka afru Mekës afër pejgamberit alayhis salam, pastaj edhe Abasi, xhaxhoi pejgamberit alayhis salam këtë rast është musliman, shkon e merr Abu Sufjanin me shpresë se po e pranon Islamin edhe e sjellte pejgamberin alayhis salam. Edhe si duket hera e parë kur ka ardhur Abu Sufjani këtu, se është ushtar më shumë se një herë, ka qenë natë. Edhe sahabët kanë ndezë zjarme të shumta. Sa që ju ka duk që krejt Mekka është e rrethuar me ushtri. Edhe e merre çon te pejgamberi alayhis salam, i bën një diskutim të. Ka qenë një prej strategjive. Po, pejgamberit alayhis salam që me tregon numrin e madh të ushtrisë që mos me ilon kërkujt arsye me menduar me rezistencë. Edhe flet me pejgamberin alayhis salam, edhe i thot që mos me hynë në Mekë, domethënë tentativa që me ju met Mekja Kurejshetëve akoma, mirë po pejgamberi alayhis salam i jep me kuptu atij që s'ka domethënë shpëtim. Edhe i thot Abbasit çoje deri nesër në tent, le të flen edhe nesër flasim prapë. Kur janë të nesërën, i thot pejgamberi alayhis salam, o Abu Sufjan, as ka ardhur me thon la ilaha illallah. Thot vallahi
të kish pas zot tjetër, më kish nimu. Çfarë? Do gjithë ata zotra që i kemi në Mekë, të shikon zotra të vërtet, na kishin ndihmu, po çfarë stati jemi, ndërsa ku je arti. Edhe si duket e pranën këtu. Thot pa nuk ka koha më dëshmu që jam i dërguar i Allahut. E thot këtu kam diçka halo. Do këtu halo kam një farë pengesë që s'po më prano. Ndërsa Abasi radiallahu anhu e shtynë nxit, thuj la ilaha illallah, se s'met më gjë. Do ne kuptuam. Edhe pastaj e shqipton shahadetin. Gëzohet pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse dhe në esencë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është nis me luftu, as nuk është nis me vrarë njerëz në Mekë. Lufta që i ka bërë për ta larguar, për t'i larguar pengesat që janë para tij. Absolutisht. E mirë po, domethënë plus Ebu Sufjani nuk e kishte në listën e atyre që nuk i fal. Po. Edhe u bë musliman, edhe u gëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa që përmendet disa historianëve përmendin që në bisede si për më vonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam i thotë Ebu Sufjanit, Ebu Sufjan, pse si e bë musliman më herët? Thotë e kemi ditë që kemi fituti, edhe e kemi ditë që ti je në të vërtetën, mirë po kemi pas problem me të mrapat. Thonë na me ul veten edhe me or mrapat teje nuk është kohë lehtë. Që do të thotë se gara afiset mes veti. Po, që do të thotë se pjesa dërmuese e idhujtarëve me kas prej mendjemadhësisë nuk e kanë pranuar Islamin. Edhe disa kanë vdek mirë, po disa Allahu ju ka dhënë jetë me prit Islamin edhe janë bë musliman sikurse Ebu Sufjani në këtë rast. Pastaj Abasi, njëri meçur, i thotë pejgamberit alayhi salatu wasalam, oj dërguar Allahu, Ebu Sufjani është kryesori i Mekës. Do të ka një pozitë, kjo bë musliman, edhe tash me mbet në shkallë të njëjtë me të gjithë muslimanët e rëndom, mi dhon diçka një privilegj. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ja miraton këtu. Edhe i thotë kush hyn në shtëpi, kush hyn në çabe. Në fakt kush hyn në shtëpi vetë dhe e mbyll derën, është i sigurt. Kush hyn në shtëpi e Ebu Sufjanit, edhe e mbyll derën është i sigurt, edhe Ebu Sufjani e merr këtë si privilegj. Edhe kush hyn në çabe është i sigurt. Edhe kush hyn në çabe është i sigurt. Edhe pastaj vazhdon rrugën pejgamberi alayhi salatu wasalam, para se me hyn në Mekë, e ndon ushtrin 4 pjesë. Kret kjo që me i shpartallu gjitha tentativat për rezistencë. Ka ona e djathtë, domthonë nëse jemi të hyjmë prej Medinës në Mekë, nga ona e djathtë cakton Khalid ibn Walidin që mu taku me Safwan ibn Umayya, njërin prej krerëve të Mekës, i cili kishte vendosur me bë rezistencë. Ndërsa më poshtë, domthonë nga ona e poshtme ose ona e majt, e cakton Zubairin, Zubair ibn Awamin, pastaj nga Lugina, domthonë është një farë pjesë e Lugine, i thonë aty, e cakton Sa'd ibn Ubadan, edhe pothuajse shumicën e ensarve i lemeta, edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam e merr një drejtim. Domthonë 4 drejtime. Tyne treve ju thot takumi te Kudra Safa. Do ndodhi çka ndodhi, kryesora shpartalloni rezistencat, nëse ka rezistencë, mundoni mos me vroni njerëz, edhe takumi te Kudra Safa. Kështu ja u thot tekstualisht edhe hyn Mekë. Edhe hyn Mekë te 4 grupet takohen te Kudra Safa. Është interesant pse Safaja. Unë e përmendin disa historian, ndoshta ka mujt me qenë edhe pa qëllimshme, po si duket nuk është edhe bashkë krete pa qëllimshme, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam për herë të parë kur del haptas me i thirr me kasit në Islam, ngjitet në Kudrën Safa. Edhe i thot ku e thet familjen e vet. O familja filan, familja. Nëse ju tham mbrapa Kudrës është një ushtri që don me na sulmu, a besoni? Thon po. Mirë, atëherë unë po ju tham që nëse s'besoni, nëse s'boj musliman, mbrapa juve është një dënim i dhëmshëm që kam i prit, edhe gjithë e injorojnë, disa e shohin, disa e përbuzin edhe largohen. E tash pejgamberi alayhi salatu wassalam më pak se 20 viteve, domethënë 10 edhe 8, ikon 6-17 vjet, po kthehet njëti në vend, në Safa, i triumfum edhe krejt Mekën e ka përpara. Muslimanët i ka rreth vetes ushtar, ndërsa jo muslimanët i kanë në dorë dhe bën çka don me ta. Çka do të bën me ta. E kjo domethënë është këtu domethënë si ngjarje janë interesante edhe pse ka shumë tjera që e përshkruajnë rrugtimin prej Medinës deri në Mekë. Tam se hyrin në Mekë dhe u takua me grupe tjera tek Kodra Safa. Mbajti ndonjë fjalim atje pejgamberi sa edhe është mirë që ta përmendni edhe mënyrën se si hyri pejgamberi sa në kulmin e modestisë. E përmend transmetuesim ka i tash përmendjes. Duke përshkruar hymjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Mekë, grupit që i ka prik. Thot çash ul të ka pos kokën, saqë kemi domthon mjekra e ka prek shalën e kafshës që u kanë hypur to. Do thon po kthehet në linjën e vet.
po kthehet me 10.000 ushtar, s'ka kush që del përpara me i bë rezistencë. Po i nënshtron gjithë ata që e kanë torturuar, ja kanë vrarë shokët, e kanë shpif, e kanë nxjerr prej shtëpisë. Më të vërtetë është pozitë, nuk është pozitë e vogël. Do që e ban njerin mundi, kohë shumë krenar, ndoshta dikan edhe mendje ma, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam në kupën e modestisë, kokën ulur, edhe po hyn Mekë, sa më rrinte Safaja që i mbledh, që e përmendëm, i mbledh gjitha grupet, futet në Qabe. Kur hin Qabe, çka me po Qabën? Shtëpinë e Allahut që është ndërtuar për me adhuru Allahun, me njësu Allahun, është mush me idhuj, me fotografi, vizatimet Ibrahimit alayhi salam, edhe i nxjerr gjithatu. Që janë Qabe, edhe rreth Qabës që përmendet se kanë qenë më shumë se 360 idhuj, më shumë se 360 zota të supozum tyne në vendin ku është kanë shtëpia e Zotit vërtet, për më adhuru Allahu dhe më njësu Allah i lartësum, edhe i prish gjitha i shkatron idhujt, edhe duke i shkatru, duke thonë, o kul gja el haqqu, o zahaqa el batil, inna el batila kane zahuqa, dhe thuaj erdhe vërteta, poshtë e kuta, ose është duke kuta, dhe se e kuta gjithmonë do t'jetë e përbuzun edhe e mundur. Kjo është dita e parë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ditën e dytë e mbon atë fjalimin që e përmend se Allah e ka bërë Mekën të shenjtë prej këtij vendi në këtë vend, nuk lejohet mu der gjakas, nuk lejohet mu gjahu, mu gjujt gjahu, e i përmend dispozitat e haremit, edhe e cakton një vend të Safaja që me ardh kush dën mu bë musliman edhe me ia dhon besën pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu qysh e kishte zakon pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ishte sunet e tij që kush bëj musliman ja shtinte dorën, edhe ja jepte besën. Edhe venin me kasit grupe afuaj. O thon pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qëndruar gjithsej 19 ditë, sipas vlerësimit më të lartë 19 ditë Mekë. Mirë, po disa ditë ka kaluar Taefe me luftën e Hunenit e kështu, po kryesore 19 ditë po llogarismi të gjitha këto. Sa ka qëndruar në Mekë, po thuj se krejt banorët e Mekës bëhen musliman. Mesin e tyre dhe Abu Sufjani, mesin e tyre dhe Hindi, gruaja e Abu Sufjanit, e cila ka pas gjitha ato rrejtje dhe gjitha ato armiqësi për Islamin, mirë, po ja që Allahu ja ha. Masakroi trupin e shahidit Hamzës. Me gjithë se kjo masakrimi, është temë që diskutohet sa e ka bën ajo apo e ka bën dikush tjetër, po sido që tjetë, për një kohë kaq shkurt, armisht kryesor të Islamit, armisht kryesor pejgamberit alayhi salatu wasallam, mu shndru në meç. E pan me të vërtetë, ja el haqu erdhe vërtet. Me hyrjen e Islam, për 17 ditë kjo tregon që më të vërtetë ky vend ka pas nevojë dikush me i çliru prej bot kuptime, prej mentalitetit që kanë pas, prej zullumit, prej padrejtisë. Pastaj në ditën e parë harron me përmend, ose s'harron se alojmë të diskutojmë ditën e parë, pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i mbledh gjithë, thotë çka mendoni se kam e bërë me juve? Madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Çka jam mërmendja që kam e bërë tash me juve? Kujt po i that? Që atyre që gjithë ato luftra ja kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sa herë kanë sulmu Mekën, Medinën, sa herë kanë rrethu Medinën, e kanë plagos në Uhud, e kanë vrarë Hamzën, kanë vrarë 70 shehad. Betejën e Hendekut. Betejën e Hendekut, gjithë ato vujtje e kanë shkaktuar. Pastaj në Mekë sa ka qenë. Ku është pasuria e tij, ku është shtëpia, ku janë. Krejt domon çta i ka përpara. Tash llogarit një njeri, sikur të ishte i rëndom, mos ishte pejgamber, çka kishme bë? Kish po hakmor, një nga një mirë, po gjithë po i thojnë El Karim ibn El Karim. Ti e fisniku i biri fisnik. Domthon nuk presim diçka të keqe për te edhe pse çka dush me bote, është e drejtë e jote sepse ti kemi bëna këtu më herët. Po ti e fisnik, ti e fisnik, i biri fisnikut edhe ti fal. Domthon sikur në far formë kanë kërku fali këtu. Domthon ti e fisnik, domthon ti falas, po presim më na fal tash. Edhe thot pejgamberi alayhis salam shkoni ka dani, jeni të lirë, po si përmend disa persona që ata nuk i falë. Sepse e kanë meritu dënimin, edhe normal tash pejgamberi alayhis salam po fol si burr shtetas këtu. Domthon po don me tregu se shteti me tregu edhe mëshirën e tij, edhe falën e tij, por edhe me tregu sa është i perfekt që ta zbaton, ta vendos drejtësinë. Domethën kemi ardhur me shtet, kemi ardhur me rregulla, me vendos rregulla këtu. Jo rrëmuj, po i kemi rregullat e tona, edhe rregullat parashohen që filani përmend me emra pejgamberi alayhis salam, thuhet kanë qenë 4, thuhet 6, thuhet 9, dikush thot 15, po e vërtetë është se 9 ka qenë. Që thot këta 9, edhe nëse i shohim të kapun për perdet të Qabës, nuk kemi me i fal. Për arsye se shteti është shtet, gjyqi është gjyq. Edhe ka vendosur kështu pejgamberi alayhis salam, tjerëve tha, shkoni ka doni se jeni të lirë,
kur far hakmarrje nuk do të bëjnë dajush. Ky gjest i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një argument e shumë argumenteve që e vërtetojnë atë se Islami apo i dërguari i Allahut, qëllimi i tij nuk ka qenë që ti pushton vendet e njerëzve, por qëllimi ka qenë që njerëzit i kthen tek Zoti. Me çliru për pushtimeve. Me çliru e lexova një ditë se nuk mund të arrihet çlirimi plot i njeriut përderisa zemra e tij është lidhur për ndonjë idhull tjetër, Gjithsesi. edhe mbështetet e dikush apo adhuron dikë tjetër përveç Allahut subhanallahu. Andaj çlirimi në këtë kuptim nuk është vetëm çlirimi i Mekës, por çlirimi i njerëzve të cilët për një herë e kanë atë të drejtë që të kthehen në besimin esencial dhe në natyrën e pastër të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Gjithsesi, bon pejgamberi alayhi salatu wassalam, a kishte mundësinë mu hakmir? A kishte të drejtë? Nëse hakmirri, kërkush s'kish me i thonë që çka i të bë për arsye të marr hakun e vet. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk erdhi me mision mu hakmir. Nuk erdhi për llogari dhe matematika individuale ose private ose personale. Ato që kanë private, kreti ka fal. Po, thjesht, pikërisht. Thjesht pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ardhur me ngjallë njerëzit e vdekur, sepse njerëzit pa besim, pa lidhje me Allahun e lartësuar janë të vdekur. Ato po don me i ngjall edhe me i kthy tek Allahu, tek Allahu i lartësuar. Pastaj në anën tjetër, askënd nuk e detyroi as e obligoi më bë musliman. Shkoni, kur ju thash shkoni jeni të lirë, domethënë bani çfarë doni, mirë po pushteti dhe rregullat i vendosjone. Amo fejnë, besimin, minjen ju moni prap. Mos ju detyrojuni. Vetëm se rregullat i vendosjone. Domthon s'ka mo jilli në qape, s'ka mo adhuru dikush tjetër pas Allahut haptas, bindjen e vetë secili e mon pastaj për vete. E këto të regojnë që më të vërtet ky pejgamberi alayhi sallam ka qenë pejgamber i mëshirës, pejgamber i njerëzimit. Edhe ka sjell drejtësi, ka sjell njerëzi, edhe humanizëm tek njerëzit. Dhe nuk ka hyrë dikon pejgamberi alayhi sallam se për një kohë të shkurt janë bën njerëzit musliman. Ose nuk kanë hyrë njerëzit që kanë gjyku edhe kanë vepruar me mësimet e pejgamberit alayhi sallam. Dikon vetëm se shumë shpejt janë bën ai popull musliman dhe e kanë kuptuar që kjo është e vërteta. E kjo është ai çlirimi që e përmendëm më herët që pejgamberi alayhi sallam ka ardhur me u çliru zemrat. Si çlirohet zemra, pastaj e gjen e rrugën e drejtë edhe e gjen e çlirimi, domethënë pastaj çlirimi tjetër është shumë i lehtë për arsye se zemra më nuk e ka të nënshtruar as të pushtuar nga dikush që s'meriton me qenë pushtues i zemrës së tij. Pasi jemi në muajin e Ramazanit, a ka ndodhur gjatë këtij udhëtimit të pejgamberit sallallahu kur edhe pse ka kalu koha e drekës, o shu pejgamberi sallallahu edhe ka pi qumsht për me i tregu njerëzve se për të forcuar, për të qenë më fort, për të ballafaquar me armikun, e kemi të lejuar në këtë situata Po, gjithsesi. Ta ndërpejmë agjerimin. Do të thonë çlimin e Mekës na po flasim në Ramazan për arsye se lidhet me Ramazanin. Sepse ka ndodhur në Ramazan, mirë, po tash normal që vim te pyetja se a ka xhiru pejgamberi as ka xhiru. Në Ramazan ka qenë. E vërteta është se pejgamberi alayhi sallam nuk ka xhiru. Sepse edhe është nis për luftë, ka pas mundësi me ndodh lufta, po edhe ka qenë në udhtim. Mirë, ka pas mundësi me agjëru, ka pas mundësi se pejgamberi alayhi sallam ka pas fuqi për me agjëru. Edhe ajo që e përmendet ti ka dalë haptas me e prish agjërimin para njerëzve se disa njerëz nuk e kanë bërë këto. Bele i kanë thonë si duket Abu Bekri nëse s'ka bëj, o thoi dërguar Allah, njerëzit u lodhën, janë raskapit, nuk po e prishin agjërimin përderisa s'po të shojnë ty të hongër dhe të pi. Edhe del hanë edhe pen. Mirë, pas kësaj disa njerëz vazhdojnë agjërimin e tyre edhe pse të raskapitun të lodhën, saqë në një rast e sheh një person i shtrin gati alivanosur, i ka rrot fekt, edhe të i bahije, të e fladit. Thot çka ka ky? Thot ky agjërimi e ka sjellë çat gjendje. Pastaj pejgamberi alayhi sallam largohet prej tij, thot agjërimi në këtë formë nuk është mirësi. Lejse me birri as-siyam fi as-safar. As-siyam fi as-safar, do me udhtu me agjëru në udhtim, çështu që jemi na, s'është mirësi, do çështu që me sjell veten deri në çat gjendje, s'është mirësi. Nuk është me raskapit në ulë. Mirë, po nuk i ka thonë pejgamberi alayhi sallam këtij personi që unë kam ndërprej agjërimin ti s'po ndërprej. Mi po vetëm ka dosh me i tregu që në çfarë formë sa xherohet. E aq më tepër që na po pritet, na presin punë të mëdha, kemi me Mekë, ku me di që janë përgatitur me kasit, ku me di që na presin. Mirë po, edhe këtu do një betejë e madhe. Edhe këtu, po edhe në luftën e Bedrit e cila ka ndodhur në
Ramazan e ka prishë agjërimin pejgamberi alayhis salam dhe i kanë nxit sahabët. Në luftën e Bedrit tekstualisht ju thot hani forconu sepse keni mu ballafaqu me armikun. Që do thot se rregullat e shariatit janë elastike varësisht prej fleksibile prej situatës edhe rrethonave. Sidomos dispozitat që janë të ndërtuar mbi mundësinë e njeriut, do më besimtarit. Ta shfrytëzojmë këtë bisedë, hoxhi nderuar, nga se ju jeni edhe ekspert në fik, në jurisprudencën islame. Si është dispozita për ata njerëz që punojnë punë të rënda? Se po dëgjojmë disa fetva se nëse njeriu punon një punë të rëndë, edhe e ka shumë vështirë që ta punon, edhe e lodh shumë agjerimi. A i lejohet ati që të ndërprejnë? Këtu fillimisht duhet me pos parasysh se kush e vlerëson punën e rënë apo punën jo rënë. Sepse puna sot vetëm me bë orarin e punës, pa lëvizje ndoshta prej karrikës, 8 orë ose 7 orë atë jam lodh punë e rënë. E tash cila është punë e rënë, cila është punë e rënë. Është interesant që dietarët e vjetër, për shembull ka këtu ditë me lexu te Kasani, njëri prej dietarëve të Hanefive, e përmend thot ai person të cilin e lodh agjërimi shumë e lodh. Thot është në dispozitën e të smurit. Edhe ky duhet me e prish agjërimin, duhet me prish agjërimin sikur se i smuri, pastaj e kompenzon kur të lirohet për kësaj situate. Mirë, edhe ato që e lodh puna shumë. Kur themi e lodh shumë, domethënë me shumë vështirësi e mon punën, e bashkon mes punës edhe agjërimit, ose suni bashkon të dyat. Jam e ndërprej agjërimin, jam e ndërprej punën. Nëse e ndërpret punën, s'ka të ora tjera, s'ka që punon. Ose e largon pronori i punës, ose shefi e largon prej punës, e humb punën, pastaj sungjon punë tjetër, atëherë këtu i themi përderisa s'mundesh mi bashku të dyat, edhe është patjetër me punu, për arsye se familja të presin. Atëherë në këtë rast e ndërprejnë agjërimin edhe konsiderohesh me arsye sikurse i smuri. Mirë, po nëse ka të ardha tjetër ka, ose nëse i thot shefi që kush don me punu në Ramazan mundet me punu, sikurse ndodh tash, po ndodhin shumë raste, kush nuk don mundet me pushu, mbas Ramazanit vazhdojmë na prap. Atëherë kë nuk mundet me thonë vallahu nëse unë po i bashkoj të dyat se po do të me punu në Ramazan, sepse je i lirë mëse punu. Kanë dëgjuar disa arsyetime, për shembull nëse marr tash pushimin se kanë verës, e verës do të me pushu patjetër. Do të pushu patjetër, thoj se. Edhe kjo tjetër është domethënë që nëse punon punë të rëna, do mundet me marr pushimin, pse se merr. Njeriu shpesh më së miri jep fetvave të vetes së tij. Se ai më mirë din gjendjen e tij dhe që e përmendim më të fjalë. Që e përmendet që ka thënë Imam Kasani se njeriu që e ka vështirë të agjeron është në dispozitën e smurit, është diçka shumë shumë e rëndësishme. Po ashtu mu parashtu një pyetje për mjekët që punojnë në sallë operimit. E ka mundësi që operimi zgjat pakës, ma gjatë. Në këtë situatë atë e lodh agjërimi, dhe ka nevojë për ujë, apo ka nevojë për pakës me rikthime vetes atë energjinë. Më me se në këtë rast ati lejo që ta këtu faktikisht ai shpëton një jetë të njeriu. Më thënë puna e tij është e domosdoshme në këtë rast. Darurat. Pastaj është në pyetje jeta e njeriut. Allahu për me rujt jetën e një njeriu ka zvrit këto dispozita. Ngjashëm me këto janë edhe zjarfikset për shembull. Zjarfikset ju ndodh nganjëherë gjatë ditës mu ballafaqu me zjarrin. Na kemi fllad, kemi frest, mirë, po ajo është vazhdimisht me zjarrin. Edhe nuk mundet me thonë zjarrit pret derisa të bëhet iftari, pastaj e vazhdojmë në iftarit. Ngjashëm me këto e kanë përmend dietarët edhe ai i cili e shet dikon që zhduke u fundos, edhe nuk ja merr mendja me hyjë me ndihmu për shkak se është e ka dobësuar agjërimi. Ai lejohet me prish agjërimin edhe me hyjë me shpëtu ato. Pothuajse të gjithë dietarët tyne prish agjërimin, shpejt forcohet, han ushqim edhe e shpëton ato që kanë nevojë me shpëtu. Mjeku në këtë rast nëse i duhet koncentrimi, operacionet e gjata që përmendti 5-6 orë, 8 orë, po ndodhin tash operacionet. Pyetja është jeta e njeriu, pastaj mjeku është patjetër që duhet me përcjell vazhdimisht gjitha fazat e operacionit. Don koncentrim, ky koncentrim pastaj me uri ose me etje, nuk është në nivelin e duhur, një gabim i vogël atë mundet me i kushtu me jetë atina, atëherë mundet edhe kë mu trajtu sikurse të lëngjeve që i nevojit. Po gjithsesi. Domthonë llogariti 5 orë operacion. Shumicën e kësaj kohe ka me qëndruar në komaj.
E kështu që më thonë mundet mu ju bashkangjit këtyre personave që i përmendëm që për shkak të punës që e kanë shumë të rëndësishme, edhe që nuk mundet më ushty kjo punë, atëherë e ndërprejnë agjerimin, domethënë s'kan kur farë gjënohi, po e kompenzojnë pastaj. Këto dispozita që i përmendëm tregojnë madhështinë e Gjithsesi. fesë islam edhe tregon se sa islami është, si ka thënë pejgamberi në hadith dini, është lehtësi. E lehtësht. Nuk është diçka. Vetëm njeriu nëse ja ndërlikon vetvetes, Po. sikur ja ndërlikon dhe ja vështirëson vetvetes, duket se s'ka kush ja vështirëson. Qysh ka në hadith kutsi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Këto janë veprat e juve, të cilat ja uruj. Wa fikum iyaha. Ja uruj juve edhe ju rrin besë. Kush gjon hajër tek Allahu, le ta falenderoj Allahun. Kush gjon diçka tjetër, domethënë le ta çerton veten e vet për arsye se njeriu nganjëherë ja vështirëson vetes edhe ja mbyll rrugët vetes. Përndryshe dispozitat sheriatike që sillen rreth njeriut, pothuajse të gjitha lidhen me mundësitë dhe kapacitetet e tij. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Agjëra nëse ke mundësi. Nëse s'ke mundësi, e agjëron më vonë. Nëse s'ke mundësi, më agjëron më vonë, e kompenzon. Nëse s'ke mundësi as me kompenzu, bjen edhe krejt si dispozitë kjo, po kryesorja Allahu nuk e ka lyp në dispozitë. Diçka që është e pamundshme. Edhe me kry çfarë do rrethone, çfarë do gjendje, nuk na intereson neve, për shembull sikurse tatimet që i kemi ose detyrimet që i kemi ndaj shtetit, si intereson a ke punu këtë muaj, a ke punu, a ke pas tolla, a ke pas burgje, a ke pas argjime, më rëndësi do Ta bllokon gjiro llogarin, bllokohet, faktura do të më i pagu, kjo domethënë si intereson atyre. Ndërsa Allahu i lartësuar i ka ndërtuar dispozitat mbi bazën e mundësisë. Të kthehemi tek betejë e çlirimit të Mekës. Çfarë menduan ansarat për të dërguarin pas çlirimit të Mekës? Ansarat ishin ata që e ndihmuan pejgamberin alayhi salatu sallam, madje i afruan ato që si afroi askush tjetër. Sepse pejgamberi alayhi salatu sallam, kush e ka lexuar historinë, besoj që i ka parasysh këto informata se askush asnjë fes tjetër nuk i ofroi mbrojtje pos ansarëve të Medinës. Dhe më të vërtetë kjo ishte vlerë e madhe dhe para ta Allahu ja vrujti. Edhe i bëri njerëzit më të vlefshëm, ata dhe muhaxherët, edhe njerëzit e dashur të Allahut lartësuar. Mirë po, kur vjen pejgamberi alayhi salatu sallam në Mekë, edhe e shohin ansarët që po i fal gjithë armiqtë e mëdhaj, Ebu Sufjanit po ja fal, çai ka shkaktu, pe fal ato, po i thot kush hyn shtëpitë e Ebu Sufjanit është i falur, kush hyn shtëpitë vet është i falur, është i sigurt, shkoni ka dëni, skuzomu ju prej kërkush. Edhe si duket ju shkon në mendje se pejgamberi alayhi salatu sallam u kthyi te populli i vet, edhe e kapi ajo mallëngjimi për popullin e vet, për vendin e vet, dhe po do me met në Mekë. Edhe falën disa prej tyre. Edhe i shkuan lajmet pejgamberit alayhi salatu sallam se ansarët po thonë që pejgamberin e kapi molli. I për Mekën, për njerëzit e Mekës, i gjet njerëzit e vet tash kamonalon neve. Edhe i mbledhën sart pejgamberi alayhi salatu sallam. Thot, a është e vërtetë që keni thënë kështu? Thot po. Sepse ata s'kan ditë me mshif. Thot, po këto e kena thonë i dërguar Allahut nga Afrika se po të hupëm ti. Do thonë sepse qysh kthehemi në Medinë pa ty. Thot, përkundrazi. Pejgamberi alayhi salatu sallam thot përkundrazi, unë jam me ansarët, edhe do të kthehem me ansarët, edhe do të jetoj me ansarët. Dhe nëse ansarët nisën ndonjë rrugë, unë jam. Po, domthonë kjo ndodh pas disa ditëve në betejën e Hunenit, që ndodh mas çlirimit të Mekës pak ditë. Edhe kur pejgamberi alayhi salatu sallam arrin në prej luftës të madhe, edhe u jep njerëzve që sa kanë pranuar Islamin, ndërsa ansarët thonë na deri dje kemi luftuar me ta, bashkë me pejgamberin alayhi salatu sallam kemi luftuar çta, që Allah shpatat e tona pikojnë gjakun e tyre, thonë kaq shumë ju jep pasuri atyre, ndërsa neve sikur na ka harru, kështu e thonë ansarët. Edhe shkon Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu, burri i madh. Edhe thotë dërgoi Allah, çështu po thonë ansarët. Ju jep atyne, që deri dje kena luftu kundër tyre, neve na ke harru. Sikur na ke anashkalu. Thot pejgamberi alayhi salatu. E ti Sad? E thonë si ta. O s'kan ditë me mshef. Më të vërtet njerëz të në kupë të sinqeritetit. Thot edhe unë me ta, aty e paqartë është kjo. Thot mbledh me ansart. Edhe mi mbledh dikon me një tend, askush tjetër pos ansarëve mos u jenë aty. Edhe ju fol pejgamberi alayhi salatu thot. Thot a ju kum gjet për çam, ju kum bashku, a ju kum gjet armiq, ju kum bë meq, a ju kum gjet të devijum, edhe ju kum udhëzu. Mendimin e Allahut, ata thonë po i dërgoj me Allahut, po edhe fillojnë me ndi pak fajin se pse i than këtë fjalë. Thot, e ju ç'kam thoni mua?
Thot çka më thona? Thot jo mundi më kthu. Thot mundi më thon se atë gjetëm që populli ju të largoj natë ato frum. Dole pa fijen e pasurisë prej Mekës, u pasurove te na. Do ju më keni bën këtë të mira. Thot unë thot mos ishte hijreti. Kisha pas shef më kon pe ansarve. Sikur krejt bota të lëviz në një rrugë. Ensart në një rrugë tjetër, unë me ensart kisha shku. Edhe thot asini të kënaqur ju. A nuk ju bëhet çefi që njerëzve, këtyne njerëzve të japum dhije, dele, deve, edhe shkojnë te shtëpia me devet, ndërsa ju të ktheheni te shtëpia e ju me dërguar me Allah. Këtu pastaj arrin këta. Ato që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka rujt më të mirë për to, dhe fillojnë me çajt çash sa që thonë ju kanë ul në lot mjekrat secili prej ansarëve, edhe e kanë kuptuar që ajo që është më e madhe e me qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam me ta, e shpallë me ta, e Kurani me ta, e ndihma Allahu direkt me ta, po kthehet në Medinë dhe po jeton në Medinë, edhe për ata një zëri të gjithë thanë radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin nabiyyan wa rasula. Jemi të kënaqur, kërkojmë kënaqësi tjetër, as nuk kërkojmë opsion tjetër, që jemi të kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe edhe me pejgamberin Muhammedin alayhi salam për pejgamber. Do s'dojmë diçka tjetër. Këto i du. Edhe kjo ishte reagimi i ansarëve. Është një temë që duhet të analizohet dhe të bisedohet rreth saj, se me të vërtetë ansarët janë një faktor prej faktorëve kyçe që kanë qenë për suksesin e misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtetë. Se ato ka qenë Allahu, po para mendojnë se të largon populli yt, ata të pranojnë, të japin. Pastaj armiqsojnë krejt fiset. Kjo është kanë rreziku. Sepse po e morën pejgamberin alayhis salam, po e strehojnë mirë, po armiqsojnë gjitha fiset e tjera. Se fisi Kurejsh ka qenë një forcë ushtarake. Plus ka qenë, e ka posat reputacionin e lartë që nuk ka guxuar gjithkush me hyrë në konflikt me ta për shkak të kujdesit çabës që e kanë pas atë respektin për ta. Hoç, si pyetja e fundit, a mundeni t'i veçoni disa porositje, disa mësime nga kjo ndodhi nga historia dhe nga jeta e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtetë mësimet janë shumëta, edhe vetë ngjarja si ngjarje është shkollë në vete. Disa prej tyre i përmendëm gjatë këtij diskutimi. Mirë po, prej mësimeve që mund të shkoqisim është se premtimi i Allahut ka moralizuar. Qysh i tha Allahu në Kur'an pejgamberit alayhi salatu wasallam, ke me hyrë Mekë, ke me hyrë dhe hynën. Edhe sahabët u gëzuan. Gjithashtu prej mësimeve tjera është se pejgamberi alayhi salatu wasallam asnjëherë nuk ka ndaj dur të kryq. Ka pas bashkëpunëtor, ka pas njerëz që i kanë ndihmuar, mirë po ky ka qenë ai motorri edhe lokomotiva që i ka lëviz sahabët. Lideri. Pikërisht lideri. Edhe ky i ka hartu strategjitë, ky i ka bë planet e qeverisjes, planet e shtetit, planet e gjykatësisë, planet e luftës, gjitha i ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe asnjëherë nuk ka qenë gafel edhe i pakujdesshëm në këto, sikurse vrehet plani. Atë nuk ka me plan dytë. Vazhdimisht ka qenë planin e parë, domethënë. Gjithmonë i ka kryet e punës. E ka kryer pejgamberi alayhi salatu wasalam punën që i ka pas me planin. Gjithashtu mësim tjetër është gatishmëria e shokëve të pejgamberit alayhi salatu me fleju gjithçka. Për këtë fe, për këtë islam, po edhe për pejgamberin alayhi salatu, sepse ai është simbol i islamit, sepse muhaxherët kanë shumë, domethënë me thonë se ata po kthehen me shilo vendin e tyre dhe mu kthyn shtëpitë e tyre dhe mi kthy pronat e tyre. Mirë po ansarët nuk e kanë ndau pejgamberit alayhi salatu në momentin e fundit. Bile kanë pas frikë se mos po mbeten në Medinë pejgamberi alayhi salatu dhe nuk po na vjen më në Medinë. Prej mësimeve gjithashtu është se qëllimi i pejgamberit alayhi salatu ka qenë që këtë islam me shtina për vende. Jo me i pushtu, jo me i shkel, jo me i nënshtru, jo me i përbuz ato vend. Edhe ku ka hyrë ky islam i ka ngrit. Edhe i ka ngrit, sikurse rasti i Mekës është rast i veçantë. Më të vërtet armisht kryesor për kaq pak ditë mu bë musliman gjithë. Edhe pastaj për një kohë shumë të shkurtër që përmendet rasti i Hindit, gruas Ebu Sufjanit, shkon te pejgamberi alayhi salatu dhe i dërguar Allahut, nuk ka pas të familje edhe njeri në fytyrë tokës që kom pas qef Allahu me poshtru më shumë se familjen tonë aty. Ndërsa sot nuk ka familje dhe s'ka njeri që kam qef me pas sa më lart, edhe sa më shumë me ngrit Allahu sa ty, edhe familjen tonë. Do të thonë çfarë ndryshimi, çfarë urrëtie. Mirë po kur e kanë pa islamin e vërtetë. Edhe pikërisht kjo është mësimi i madh që na muslimanët, thirrsat, duhet
mos me vendos hendeqe dhe pengesa që njerëzit mos me po islamin prapa neve. Domthon mos me qena pengesë. Sikurse përmend Allahu në Kur'an, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina zalamu lilladhina zalamu ose kafaru, nuk më kujtohet fjala, o Allah mos na bën la taj'alna fitnatan, mos na bën sprov për popullin që s'ka besu. Disa komentatorë kanë përmendur mos na bën sprov, domthon mos na bën pengesë që ata që s'kan besu mos me po islam. Vërtetën e islamit, po. Që domthon mos me po islam. E kur kanë po islam pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ka mundsinë me i vrot gjithë ata që e luftuan me Abu Sufjane, me Safane, me gjithë. Edhe po i fol gjithë. Edhe qëllimi i tij nuk është muhakmir, as nuk është me dënu njerëz. Qëllimi i tij është me i shtin njerëzit në islam. Si me zgjidhje tjetër pos me pranu islamin. Po u sillëm kështu. Po tregum këtë islam, me lejen e Allahut njerëzit kanë me po islamin e vërtet përmes neve, edhe pastaj kemi me qenë ur për me hyrë në islam. Jo pengesë që me i pengu tjetër për islamit. Pastaj gjithashtu edhe mësim tjetër është kur personat që si fali pejgamberi alayhi salatu wasalam, kjo tregon që nuk është islami gjithmonë qysh pretendohet se paqe, mirë, po islami ka rregulluar edhe anën e luftës. Në gjatë kohës luftës flasim për rregullat e luftës edhe rend të luftës, ndërsa kur është rendi i paqes, koha e paqes, flasim edhe për paqe. Kur është çështja serioze, flasim seriozisht. Do thonë, janë disa njerëz që kur duhet me kanë parimor, për jemi parimor, kur duhet me vujt dënimin, edhe shteti ka para po kështu, ose gjykatë, ose pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë rast flet edhe si gjykat, se gjithë këta që nuk i ka fol pejgamberi alayhi salatu wasallam e kanë nga një vrasje që e kanë bërë më herët. Domthon se neve nuk na premtoi koha ndoshta për me fol për ta. Mirë, po është Abdullah ibn Abi Sahel, pastaj është Abdullah al-Akhtal, që kanë qenë muslimanë dhe kanë dezertuar masanin. Secili prej tyre e ka një vrasje që e ka vrarë dikën prej muslimanëve. Spaku pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka vrarë këta njerëz për vrasjet që i kanë bërë. Por ndryshe, te kish dënu dikan për urrëtin edhe armiqsinë që ka pas ndaj islamit, te kish luftuar Abu Sufjani, se Abu Sufjani sa vrasje i ka bën të muslimanëve. Domthon gjatë luftave për shkak. Mirë, po këta i kanë bërë këtë vrasje duke mos qenë luftë, pastaj dezertimi i tyre, e që domthon kur është çështje serioziteti, duhet me tregu seriozitetin shteti, gjykatësi, udhëheci, komandanti i ushtrisë kështu më radh. Këto domthon janë për mësime dhe ka shumë mësime tjera të cilat mund dalin për këtë tregimi madhështor. Disa për këtë mësime lajmë për ndonjë rast tjetër. Ndoshta. Bisedës. Allahu shpëlbeft të nderuar për pjesëmarrjen tënde në podcastin ton. Amen. Allahu i pranoft adhurimet tona në këtë muaj të bekuar dhe na bëft për atyre që kanë shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Amen, gjithve. Edhe gjithë atyre që në vërcjellin. Ata të cilët nuk janë pengesë që njerëzit ta shohin islamin ashtu si duhet, po. Amin. Përkundër të jemi ata të cilët njerëzit i udhëzojnë drejt islamit burimor, ashtu siç e kanë kuptuar dhe e kanë besuar muslimanët e parë. Amen. Allah të shpërblet. Ndër vëllezër dhe motra, ju që ndiqni podcastin, ky ishte podcasti për këtë mbrëmje natë të Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.